Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do kemi një video nga Temu, një hall nga Temu dhe ka marrë që është e rëndë dhe nuk e ndër dot më shumë se është e rëndë. Edhe do të tregoj dhe juve çfarë kam porositur. Herët nuk kam porositur për Matias, por kam porositur për shtëpinë edhe për veten time. Më duket kam porositur për Matias, si jo harrova. Harrova se kjo porosia u bë pak lëmsh, vajti të komshia ime, unë kisha ngatruar adresën, e dërgova asaj, një 4 ditë mbajtja ajo, unë e di se kishte një ditë që po e mbante, ajo kishte 4 ditë që po e mbante porosin time. Kështu, edhe tani do e hapi. Dhe është një gjë këtu, është e rëndë, edhe mendoj se do jetë një mobilje për tualetin. Edhe hapim këto, edhe shohim. Unë dua të bëj dhe shumë fushurëm, sepse po flet dhe Matias. Atëherë, unë nuk dua që ta prish këtë paketimi për arsye sepse mos është e tyre, mos ka një gjë, edhe që ta kthej. Dhe ja, çfarë është kjo, do më shpëtoi mua për në tualet. E hapim. Edhe për ta montuar, ja si ashtë. Është ky rafti, është ky rafti që vendoset në tualet, edhe do ta montoj pak më vonë, jo tani, do të tregoj dhe juve kur ta montoj, edhe tjetër kemi për Matias, kemi disa gjëra se ju alash do më thënë gjithë, kam porositur disa gjëra për Shën Valentinin. Edhe ja është ky badi këtu, i porosita këtu, është shumë i bukur. Edhe tjetër porosita sërish për Matias, që i mora për imëllojnë e Matias. Edhe janë shumë e madhe, ose jo, po është e gjërë, por është shumë e bukur. Ose mund t'ja vesh vetëm këto, do me thënë, pak të këmishën, do shoh. Këta është shumë bukura. Për foto, ja vim shumë djali pjesër, që vetëm për foto i do njëherë t'i veshi, edhe me kaq. Edhe tjetër, çfarë është kjo gjëja këtu? E hapi. Kjo është një spont që e dua unë për foto. Jo, unë i bërë për Matias këto. Atëherë, kjo që më ka një copë, unë e di që ishte letër, edhe është kështu. Nuk e di se që ato shikoni, por në foto se e bëra lëmsh, dukesh wow. Nëse nuk është më qeu kjo. Shpresoj të dani një bukur foto. Dhe këtu kemi për mamën e Matias. Dhe kemi dy në të që janë super virale, edhe ka një super kualitet. Unë vjetë ka marrë një të barë të këshej, nuk e ka vendosur asnjëherë. Edhe ja po e provoj. Më shkoka. Edhe ja, është kjo. Është edhe në të zezë. është po njësoj. Po vendos edhe të zezën. Kafja besoj më shkon më shumë se zeza. Se zeza do më e gërsoj. Zeza që ka pak e gjërë. Thash që nuk më shkon shumë e zeza. Me që në të kisha në flok të zinj, se shumë tuar do isha. Kështu, e heqim edhe këtë, so për këtu gjithë lesh. Apo të në flok të lara. Atërë, këtu kemi sërish një spon banner. Banner nuk më të thua shqit qënë. Kja i që mora, por kë është me për Shën Valentinin. Dhe shofi. Ja si është me semra të kuqe.
ja si është. Do të shikoni në Instagram kur ti postoj foto, kur postoj, apo më bajta një. I hap të gjitha këtu. Okej. Kemi sërish një beret të zezë. Në herë pas të marrë gjatë rrëzit e temës, ju kam thënë që shenjë ka produktet më cilësore se ja, kjo është si këtë disë që materiali mund të thuash këtit. Do ta vendosë kështu, edhe jo si vendoset klasika, ma më pëlqen më shumë kështu. O, a dini që më shko ka fare kjo zeza mua? Që kështu mos mendoni që unë do bëj në njëherë flokte zeza, sepse nuk më shkon fare. Kështu ka dhe këtu e heqim, bë. Tjetër, që kemi? Këto nuk përhap sepse janë tullumbaca, një është një arush edhe një tresh, ose dy arush edhe një tresh. Kështu kemi tullumbaca me zemra, që na duhen për dekori. Që do bëjmë fatat ato ditë. Kjo çfarë është? Se nuk më banjojnë. Se kam porositur dhe nga shenjë, edhe më jam bërë lëmsh këto gjëra dhe nuk e di se çfarë kam. Një kapele. Chill vibes. O bobosa e madhe prisni ta sistemoj sepse u bëra me dy koka. Ngjyrën e ka fantastike, e ka shumë bukur ngjyrën. Por dhe materiali nuk është se është i keq, po e përthyr pak. Tani më duket e më gustova si shumë. Ja, është bordeaux, pa aty del si e kuqe, është bordeaux. Edhe është se kam një shime. Edhe është shumë e bukur. Këtu duket si shumë e kuqe, por ja kur largohem, duket më bukur. Vazhdojmë tani me kapelen tjetër. I kam bërë letë, bravo nga. Dhe këtë e mora ngjyrë kafe dhe me dy zemra. Unë doja thjesht kafe, por nuk më pëlqeu ajo lloj kafe që ishte. Ishte shumë e hapur, e nuk më pëlqeu. Okej, duhet ta lërojmë edhe pak. Ko të qërëm përtheva. Okej. Kafja më shko ka shumë. Siç edhe shikoni. Ja, kjo është edhe kapelja tjetër. Si material është shumë mirë, për foto ja super blen, por edhe për të dalë, do me thonë kështu, ja blejnë. Edhe këto. I heshim. Dhe tani çfarë kemi tjetër? Tani kemi këto për në tualet. Po i kape dhe këto dhe do bëjmë që t'i montojmë bashkë në tualet. Atëherë, këto nuk e di them që t'ja lë Andreas për të vendosur gjëra tek dushi. Është kauçuk, mendoj se mos ishte metal, por që nga kauçuk atje nga foto duket metal. Dhe ja është kështu. Do me thonë, do vendoset kështu atje në tualet. Kur ti vendos, do ja tregoj. Kemi dhe këto që i ngjit. Okej, këto ishin blerjet. Këto ishin, se mos më harruar në gjë? Jo, nuk kemi harruar në gjë. Dhe tani i mbledhim këto, nuk e di për këto fondet, nuk di që t'i bëj t'i live, apo jo, kam harruar mos më ikin fije, që
që është re, po këtu nuk po duket mirë, duket si shumë që është shpifur. Okej, harrova t'ju thosha që më mungon nga Temu një sken që vendoset në bazë. Atëherë është ring lighti, por ajo është e madhe, është për skenografit që vendosen këto sfondet, banner që vendosen atje dhe e doa për foto. Sepse unë jam një tip që mund të bëj foto në studio, nuk më pëlqejnë. Nuk e di pse i kam bërë atje se nuk më pëlqejnë fare si mi bën. I bëj shumë bukur vet, edhe prandaj vendosa që dhomën e Matias do kthehet dhe në një studio fotografike. Edhe kam marrë këto gjëra, do marrë dhe shumë gjëra të tjera, edhe do ta bëj një si mini studio të vogël. Jo mini studio që është goxha dhomë e madhe, nuk është e vogël. Edhe do ta bëjmë një studio fotografike dhe Matias nuk po floj ende tek dhoma e vet, sepse është, mendoj unë se është ende shumë i vogël, por ka persona që i nxjerrin që 2 muajsh në si thonë dhomë vete, por unë kam shumë frikë. Unë dhe kur rri te krevati vet që ai fle, unë rri të natën me frikë, rri e shikoj kështu, po merr frym, s'po merr frym, edhe ndonjëherë kur fleqet, edhe them, nuk po merr frym, vetë e zgjoj. Që kështu janë një tip ansioz kur i thon, edhe kam shumë frikë që ta lë në dhomë më vete. Mbase kur të vijë një vjeç, nuk e di ende, edhe për një vjeç kam frikë. Sepse nuk e di çfarë mund të ndodhi në gjumë, sepse unë jam shumë tip, domethënë që nuk po thoj se nuk flet gjumë fare, flet në orën 5 mëngjesit, edhe kam shumë frikë, domethënë që ta lë Matias, domethënë vetëm në një dhomë, edhe po qan tani edhe po i kita marr. Dhe tani do ta montoj këtu këtë. Shpresoj në rrim Matias, se filloj duke qarë. Edhe të largohem pak. E gjithë të po shikojnë, por do shikojnë këtë. Të shkën ka? Do rrasë, si plastik, nuk ka. Është si dërrasë, nuk është plastik. Si do ta montojnë tani? Unë kam qef shumë të montoj, por është problemi që nuk po rri Matias edhe prandaj. Okej. Mendoj se kjo do futet këtu. Derisa i ka. Matias sa po ngrit në gjumin tani edhe po i qani. Po që nga shumë e thjesht për të montuar. Thjesht ka këto pjesët këtu, shikoj vrymat edhe e fut. Matias! O Matias! Piti vendos pak quqon. Më jetë. Më jetë a ime. Hajde. Do bësh video me mamin ti? A Matias? Do bësh video me mamin? Ja Matias e kemi këtu te karroca. Do bësh video me mamin ti? Jetoj me si ngritur duke qarti. No, mamma. Matias, jetë. Nuk e po që gjumin edhe po qanë tani. Ta tunë këtu me këmë dhe të vendos pak këtë. Okej, u puthit. Nuk e di kjo a ka vida, nuk e pash aty. Por besoj do ketë se si mund të qëndrojnë këto ndryshe. Në shkonë që i këmë të... Më duket se ka vida, që po shohim sa vryma këtu. Matias, sa
ka jeta ime? No, mama. Për të pirë ka pirë, për të ndërruar është ndërruar, si qa ka. Bukuria ime. Atëherë janë dhe ka pjesës. Atëherë të më duket është për para. Një vide pash. Pas ka vita dhe një kaçavit të vogël. I hapim këto. Dukan të fëtë shumë të erë, por në kanë ajë të erë, se sa dukan aty. Atëherë, mendoj se këto vendosen këtu friqër të regoj. Je e pak shtrëmbër, por kemi çfarë të bëjmë. Okej, me shpirt, ha. Sa kemi jetajnë? Sa kemi zemla? Matias do të shik në krah tani dhe do ju hap pak më vonë dhe ta montojmë. E shqetësova Matias edhe për të hequr biberonin. Atëherë vazhdoj me këto. Vendosim këto vidot. Shpresoj që këto vidot jenë këtu, se po lash broshuarën që të shikoj e do të uesin, o dhe vedis në shtrëmbë. Janë të flokët e mi, duke të kuj është atyve. Dhe është shumë e thjeshtë për të montuar. Dëgjoni dhe zërin në Matias aty në sfond. Edhe janë dhe këto raftet nga brenda për të vendosur. Këtu besoj do t'i ketë për raftet. Mendoj unë tani të shohim. Atyre 1, 2, 3 rafte. 1, 2, 3. Okej. Tani kjo është për tek pjesa këtu mendoj. Edhe që për kabin, nuk të t'i kësha montuar këto. Jo, nuk është kështu kjo. Si mund të jetë? Kështu. Da të hesh këtu. Qëka këtu. Mendoj se është kështu. Mendoj unë, tani nuk e di. Edhe kjo tjetra këtu. Apo jo. Bëra gabim që i montova këto anësaret. Nuk dhe ti kisha montuar anësaret, sepse shumë e zi po hapen tani, nëse e suj fare. Dhe kisha montuar njëherë këto brenda rafte, pastaj anësaret. Po i hap pak fare, sa të lirohen. Nuk e di pse s'po fute tani. Kam ndjesur.
Që të thuash e ka fajn ajo vida, nuk e ka? Te lirova. Nuk e di këtë ngeci. Uf, me zi vaqa. Po e liroj edhe pak. Do li pare tani. Nuk e di pse nuk po montohet. Këto janë të pusitura mirë, po nuk e di pse nuk po futen këtu. Këto janë të pusitura. Po e lë një herë kështu dhe po vazhdojmë me këto raftet e tjera. Po kjo tani thjesht. Këto të dy njësoj. Po. Tani po, si do t'i vendosim këto. Atëherë kjo është kështu. Tani po gëzon Matias, se të qëni dheri. Po i liroj pak. Okej, kjo u pusisht kështu direkt. Këto tjera nuk e di se çfarë kanë. Jo këto, kjo e para, nuk e di pse s'po pusitesh. Nuk e di lirova këtë këtu për jo, jo këtu s'ka vida. Ka vida kjo, përse ka në dosën. Nuk veti kjo këtu. Atëherë këtu u fut. Por nuk futet. Kjo tani poshtë. Kjo besoj duhet jetë këtu lartë. Po. Kjo është këtu lartë. E heqëm edhe një herë. Del shumë e lartë. Mbase kjo është këtu, edhe kjo është këtu. Kjo e provojmë. Duke do të thuj fare. Wow, ja. E shikoni që në të orë? Atëherë vendosim edhe këto. Sa tu tek udhëzuesi nuk e shpjegon se kjo me vrymë është këtu, kjo është këtu. Se si ta kuptoj tjetri për shembull që është këtu. Okej, tani vendosim vidat. Ja u montuar kollash këtë vida tani. Se mos ma përshpet pra. Po këto qimit e mija u fiksovam tani, më duket sikur kjo o syhet. Po tani pse u hap në poshtë kjo? U hap këtu tani. Këtu që vajti mirë në fillim.
Wow, Matias! Okej, e montua më në fund. Vendosim vidat. S'ka nevojë të bëj vidat. I përsërisht, këto nuk e di pse i kam prapë. O Matias! Okej, vajti të njërëva. Matias është mësuar keq në krah dhe do vetëm në krah. Është bërë shumë i keq. O Matias! Nuk mund të rish vetëm në krah. Po. Vendosim dhe këto vidat e tjera. Që ka quni, Matias? Sa që me kam këpën nge! Unge! Kur qana e bërë unge? Matias! Janë dhe këto dyrë, tani për të montuar, inshallah, këto të montuar në fund, se bën të punë tani dhe më gjiron të duhen edhe këto. Okej. Vendosim edhe për tjerat. Matias! Ue, Tony! Sa ka jetë? Sa ka zima imi? Sa ka bebi mami? Sa? O Matias! Okej, mbaruam paka shumë. Edhe ky rafti më duket vendoset këtu lart. Më duket. Apo është e derës? Më duket kjo është e derës, apo jo? Jo, duhet të jetë këtu kjo. Apo jo? Okej, po vendos edhe një herë këtë derën. Atëherë dera. Si vendoset? Është kështu. Më duket të gjetë. Ky rafti këtu më ka çmendur. Ja si duket. Ka gabim kjo këtu. Nuk e di çfarë është bërë gabim. Okej, kur të vi Andrea ta shofi, sepse unë nuk po ja gjej dot të rezin, plus kam edhe Matias që nuk po qëndron. Hedhja kur të vi Andrea ta sistemoj mirë, të vendosi datët e dushit dhe do i hap sërish më vonë.
Jetë t'ju tregoj dhe këto që u vendosëm pas një jave këtu, t'ju tregoj dhe mobiljen. Dhe mobiljen e vendosa këtu edhe e mori vend fix fare, jo ka akoma edhe pak vend, por ka dalë shumë mirë. Edhe të letrën higjienike e vendos këtu. Edhe këtu se është ndërkohë dhe po pa ime në sfond dhe ka vendosur këto gjëra që i vendosja tek zyrtari dhe aty ka vendosur peshqira tani. Dhe ja këto janë. Por janë shumë mira, dhe materiali është shumë i mirë. Dhe kjo ishte videoa me produktet që unë mora nga Temu. T'ju them përshtypjen pas disa ditësh, për atë mobiljen është shumë e mirë edhe është një material që nuk prishet nga uji, deri tani nuk është prishur, domethënë se në banjo ka lagështi, edhe lagështi në aspektin domethënë të ujit që është avulli, jo lagështi kështu. Edhe po dëgjoni edhe këtë pompën time tani. Edhe kështu, dhe kjo ishte videoa ime dhe dëshimi sërish tek videoradës. Ju falenderoj që më ndoqët. So, bye!